Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miq të mi, sot është e njëjta data, është 19 muaj shtyrdit viti 2026, vit që po e shkelim. Dhe nuk ka ndonjë befasi politike. Ajo që pritej edhe u tha. Maqedonia nuk është duke I plotësuar kërkesat të cilat është duke kërkuar Bashkimi Evropian. Jo vetëm atë që quhet ndryshimi I kushtetutës, por edhe shumë ndryshime të tjera ligjore nuk janë duke u reformuar. Për këtë edhe ja ka tërhekur raporti të cilin sot e ka dhënë raportuesi për Maqedoninë, pra Vajc, konfirmon se qeveria po e shtyn Maqedoninë drejt izolimit, e tha edhe LSDM-ja sonte. Pra nuk është diçka që nuk është e njohur, por ajo që ne befason është se në Maqedoni askush nuk e pranon faj nga politika bërja. Unë të ndalem pak në të sonte ta zhvon Mickovski sa e përfundoi një intervistë në Kanal 5 ku foli për atë që thaj se çfarë u bë me hetimin për drogën që hyri 5 ton nga Maqedonia në Serbi. Pasi sqaroi se për këtë skandal hetimet janë duke vazhduar, pra 2 që janë në paraburgim, sot ka edhe kallëzim penale kundër 10 personave të tjerë. Por, ajo që ra në sy dhe në vesh, është se vurin duke se hetimi shonte individ nga blok opozitar si dhe ish politikan. Bile, a e tha, jo me prapavi, po e tha me plot përgjegjësi se ka individ edhe nga BDI-ja, ka edhe individ edhe nga LSDM-ja, nga politikë bërësit. Shojmë e bëjmë. Pa чувајте, немојте говорите се, но се надевам дека до тоа нема да дојде. Мислам дека сепак правдата ќе победи во случајот и тој кој што се огреши пред законот ќе биде одговорен пред правдата. Но она што е важно е што сите ние го забораваме колку пати претходната влада на СДСМ и ДУИ се обидуваше да го промени законот за во случајов одгледување на канабис и да се дозволи извоз на цвет од канабис. Дури и на празници, најстроги празници, тие свикува седници во парламентот за да се тоа го оправдува со притисок со барање на производителите, дека тоа го барале производителите. Еве ги производителите што барале. Еве самите гледаме што барале производителите. Еве гледаме и на сите не е јасно што барале. Не можете вие да развивате државата и вашата главна економска програма да се темели на производство на канабис. Тоа е, самото е по себе поразително. Ако било тоа така едноставно, ако било тоа така доходовно, ние најпаметните сме тука, Али и Заев им текна таква политика, не знаеа другите, они се тие. Или Павленко како министр за здравство. Тие најпаметните се, овие другиве не знаат, сега дојда овие виртуозите економски, ние најдоа формулата и така Македонија ќе развива. Еве како развива. Po pra, e dëgjuat ai përmendi edhe emra të fortë, përmendi edhe kryeministri Mickovski theksoi se me vëmendje tani me skandalin e drogës shohim se si Alia, Zaev dhe Venko si ministër e shëndetësisë donin që ta zhvillonin nëpërmes kanabisit Maqedoninë. Dhe pasojë dhe akuza të cilat vërtet janë nuk e di se çfarë janë, por tha gjykata më në fund do të gjitha këto do të vërtetohen dhe do të ketë përgjegjësi. Ai foli edhe diçka tjetër, ta dëgjoj. Било каков аргумент. А власта од оваа страна, која што пак зборува на основа на аргументи и факти. Јас нема да зборувам, но мислам дека ќе дојдат до многу важни имиња кои што се дел или поврзани со моменталната опозицијска СДСМ, делумно и со така наречениот Европски фронт, но и со поранешни политичари. Po pra, e kush është Fronti Evropian dihet? BDI-ja kryesore dhe të tjerët. Kjo vërtet det shumë interesante. Interesant. Edhe ashtu shumë njerëz kanë pyetur çish moti se çfarë u bë. Nuk u bë kur gjë.
Humori në skenën politikë bërse shqiptare në Maqedoni vazhdon. Sot, drejtorët e Vlenit kanë dalë dhe kanë protestuar 2, 4, 6, 8, 9 drejtorë të Vlenit kanë protestuar dhe kanë braktisur mbledhjen pasi ministri i Minçef nuk lejoi që të flitet në gjuhën shqipe. Pra, Vleni është në pushtet. Ndërsa Vleni merret me atë, a do jetë se si e larguan BDI-n, se a do jetë me partitë e re Fatmir Limani, këtë të janë mbulesa për të arsyetuar dështimet, ndërsa askush nuk flet për atë se çfarë duhet bërë për zhvillimin dhe lëvizjen e qytetarëve si për nga jetesa, po ashtu dhe për nga të drejtat nacionale. Por kjo që e tha minuta më parë sa përfundoi, është vërtet rënqetëse. Do ndalemi pak diku tjetër. Sot, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është vërtet lajm shumë interesant, është mbajtur takim inaugurues i Bordit të Paqes, ku ishte pjesëmarrës edhe tashmë kryeministri i Shtetit Shqiptar Edi Rama, përveç Vjosa Osmanit. Por ndodhi diçka shumë interesante. Trumpi ju drejtua drejt për së drejti kryetarës së Kosovës zonjës Osmanit. Ta dëgjojmë. Abrahamike dhe e bëm dhe Jaredin të dërguar për paqen. Të pak në them që jemi të mbuluar kur vjen fjala për nivelin e inteligjencës. Kanë zhvilluar takime shumë të mira, takime mjaft interesante. Dhe edhe me Iranin ka takime dhe ka marrëdhënie të mira tashmë dhe përfaqësuesit e Iranit. Gjatë viteve natyrisht ka rezultuar jo e lehtë që të kemi një marrëveshje kuptim plot, por duhet ta kemi një të tillë marrëveshje. Megjithatë kemi marrëdhënie shumë të mira përfaqësuesit e Iranit, kemi marrëdhënie shumë të mira përfaqësuesit e tjerë, për shembull Kosova, Serbia. A mund të ngriheni, ju lutem, Kosova dhe Serbia, çfarë pune? E vlerësojmë. Po shkoni mirë dhe kur nuk shkoni mirë, më merrni në telefon. Po pra, mbrojtja më të mirë deri tash sa i përket Kosovës në aspektin e territorit dhe në aspektin ushtarak, sepse Trumpi tha më merrni në telefon. Deri tash nuk ka pasur. Pa marrë parasysh ndikimet e Turqisë, pa marrë parasysh ndikimet e Shtetit Shqiptar, kjo ishte mbrojtja aplla kështu e hapur publike në një forum kaq të lartë. Në këtë forum mori pjesë, pra e thamë edhe më herët, edhe kryeministri i Shtetit Shqiptar. Ai shfrytëzoi rastin aty dhe foli edhe për ish ushtarët e UÇK-s. Ta dëgjojmë pak se vetëm 1 minutë. Lejoni shumë shkurtimisht të tërheq vëmendjen te një tjetër konflikt i hapur më pranë vendit tim, ku udhëheqja e presidentit Trump gjatë mandatit të tij të parë solli Kosovën dhe Serbinë më pranë se kurrë drejt një marrëveshjeje përfundimtare paqeje. Presidenti i Kosovës, që aso kohë u ndalua të udhëtonte drejt shtëpisë së bardhë në mënyrë brutale për të nënshkruar atë marrëveshje në praninë e presidentit Trump. Dhe në fakt kjo ishte ajo çfarë u bë nga ai prokuror sikar që përndoqi edhe vetë presidentin Trump dhe për këtë u bë i famshëm botërisht. Sot presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vjet në një paraburgim nga një gjykatë e posaçme në Hag, sponsorizuar nga një sër shtetesh demokratike, disa prej tyre të pranishme këtu, që duhet ju vi turp nga ajo lloj drejtësie ndërkombëtare. Vetëm javën e kaluar, zotë president, një tjetër prokuror, i financuar nga ky vend i madh e tatim paguesit e tij, kërkoi 45 vjet burgim për të. Një kërkesë që shkaktoi një valë tronditëse poshtërimi
në të gjithë tërësinë e një vendi paqëdashës. Dhe në këtë moment ka vetëm disa muaj që shndrojnë midis një njeriu që u ngrit nga rezistenca ndaj spastrimit etnik për të bërë paqe bërës dhe një rezultati shkatrimtar në një gjykatë që deri tani ka dështuar në çdo hap të vetje t'ju përmbahet standardeve të drejtësisë demokratike. Për hir të Zotit, Zoti President, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish. Po pra, kjo deklaratë e kryeministit të shtetit shqiptar ka reaguar nga organizatat e luftës së UÇK-s në Kosovë. Faleminderit kryeministër Rama. Presidenti i Kosovës pra, faleminderit dhe në këtë moment është kjo mbrojtja më e mirë ndaj ish udhëheqësve dhe shtetit të Kosovës. Atë bëri kryeministri, atë detyrë ka, sepse me kushtetutën nenin 8 të shtetit shqiptar obligohet për çdo shqiptar jashtë shtetit shqiptar që ta mbrojë. Kjo ishte pra një domethënëse, por nuk do thotë se gjithë kryeministrat e shtetit shqiptar të tash kanë vepruar në këtë mënyrë. Kjo ishte një mënyrë ekstravagante dhe super mbrojtëse e kryeministit të shtetit shqiptar për së pari për ish kryetarin e Kosovës Hashim Thashin dhe Jakub Krasniqin, Kadri Veselin e kështu me radhë. Pra, vazhdojmë edhe për pak dhe ndërsa ne shqiptarët në Maqedoni kemi tema vërtet shumë interesante kemi. Kush det në kryet e vlenit, kjo është tema më interesante. Dallëkim më të madhe nuk ka se sa edhe ajo që thot këtyre ditëve në për televizione. Nuk e di për nga e gjetën qokun, okay, e drejtë e tyre, thot e shkatruam BDI-n. Dhe edhe ashtu ishte në nokaut, por okay. Do ndalem edhe për pak për korridorin 8 si dëshmi, se mund të bashkëpunohet edhe me Bullgarinë, e tha Mucuski, ndërsa se përket Bullgarisë, Bullgaria ka thënë krejt diçka tjetër lidhur me korridorin 8. Pra, Pavlovi, i cili ka qenë në delegacionin e Bullgarisë, thotë zëvendësministri për të jashtë Bullgarisë Nikolaj Pavlov deklaroi sot në mjedisin gjeopolitik ndërlidhja me vendet e transportit nuk janë vetëm koncepte ekonomike, por edhe ka rëndësi strategjike për kuvendin. Ai tha edhe këtë: Korridori 8 katalizator për investimin në logjistik. Korridori 8 katalizator për investimin në logjistik. E dini çfarë kupton kjo? Ta zëm. Rreth rrugës që do të kaloj korridori 8. Do të mund shteti shqiptar, Bullgaria të marrin dhe të japin nëpërmes Maqedonisë edhe rrymë elektrike të shesin e kështu me radhë. Dhe çdo gjë tjetër pra. Çdo gjë do të përcjellë. Ja ta zëm sikur ju keni ndetur në shtëpi, ndërsa UÇK-ja ka qenë në male dhe ju keni financuar UÇK-n me ushqim nga logjistika, pra nga këndej, me ushqim me veshmbathje me çdo tjetër. Dhe kjo do të jetë edhe korridori 8. Për atë në korridorin 8 shumë kujt në politikë bërë në Ballkan u vjen sikur me vangulur një thik pas shpinës që të mos zhvillohet. Pra, 3 gjëra janë që i presin shqiptarët në Maqedoninë perëndimore të veriut që të ndodhin. Korridori 8, ristrukturimi apo rizhvillimi i kodrës së diellit dhe kuptohet hapja e autostradës Tetov-Prizren. Të 3 do e zhvillojnë pa ndihmën e shtetit, do e zhvillojnë Pollogun dhe Maqedoninë shqiptare. Mirë po, si duket kjo është thik pas shpine për disa politikbërës edhe në të kaluarën në Maqedoni, por edhe tash nga bloku i partive politike maqedonase. Ndërsa deklarata e Erben Teravarit se ai është për një federat të fiskalizuar, nuk më duket edhe aq shumë tërheqje për shkak se këtë ka bërë edhe Erben Xhaferi duke thënë se do ishte mirë që Maqedonia të kishte 2 dhoma, në njërin dhomë do ishte edhe kjo lidhur me financat pra. Janë gjëra veç të thëna, por pak më ndryshe dhe unë them, duke investuar mbi 100 herë Erben Xhaferi në asë kohë, Erben Xhaferi i ditë disa gjëra pak më ndryshe dhe më mirë. Okej, nuk është okej. Unë këtu ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëmë, pra edhe njerë, ishit me Mesut Shabani në podcastin, Mesut Shabani, bëni subscribe.